Përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative, do të flasim për projekt buxhetin e propozuar nga Partia Socialiste për vitin 2026, një projekt buxhet që ka ngjallur shumë diskutime, por është të zbërthyer edhe nga eksponentët e Partisë Socialiste. Me mua në studio është deputetja e Partisë Socialiste Sara Mile. Zoja Mile, faleminderit që jeni me mua. Shumë faleminderit. Është kënaqësi në fakt, ndonse puna jon e përditshme në komisione dhe në parlament këto ditë, këto javë ka qenë pikërisht kjo për të shpjeguar, shqyrtuar dhe diskutuar më shumë lidhje me projekt buxhetin për vitin 2026. Gjithmonë është kënaqësi që këto hapësira publike, siç është sidomos televizioni juaj, është shumë mirë që njerëzit të mundet që të kuptojnë qartë për atë çfarë ne do të votojmë vetëm javën që vjen. Qartë, por zonja Mile, si vlerësoni ju këtë projekt buxhet të vitit 2026? Cilat janë pikat kryesore të tij? Në fakt, jo më kot është quajtur një projekt buxhet mjaft ambicioz, sepse më në fund kemi mundësi të kemi një projekt buxhet që të mundet ti kënaqësh të gjithë. Dhe kur them të gjithë, flas që nga shtresa e mesme tek profesionistët, tek ata që ndoshta e kanë dhe më pak të dukshme në përditshmëri rritjen ekonomike, e deri më pas tek ata që janë investitorë të mëdhenj, tek ata që e shohin Shqipërinë si një pikë strategjike shumë të mirë, vendas apo të huaj. Pra është një projekt buxhet mjaft gjithëpërfshirës, por kryefjala e tij mbetet mirëqenia sociale. Unë e kam diskutuar pak edhe në komisione, arsye pse jam shumë e lumtur për këtë projekt buxhet specifikisht të vit, lidhet më shumë për faktin se më në fund po shkojmë tek një majt e konsoliduar dhe një majt solidare. Pse them më në fund? Nuk ka qenë e mundshme deri më tani. Duhet kemi parasysh që ndonse vitet e fundit ka pasur një rritje të konsiderueshme ekonomike, ju e keni ndarë edhe me shikuesit 3.9% është e këtij viti. Mirëpo, borxhi publik, disa gropa që kanë qenë ende për të mbushur, kanë qenë aty gjithmonë të pranishme dhe ndoshta të pamundura për të bërë disa rritje kaq direkte, siç këtë herë ne do të bëjmë me pensionet, me pagën minimale, ashtu edhe me fusha tjera ku përfshirja do të jetë më e dedikuar. Kam përshtypjen që sa i përket pensioneve dhe pagës minimale kanë qenë më të artikuluara edhe në televizione, pra besoj se tashmë shqiptarët e dinë mirë edhe e kanë kuptuar se duke nisur nga 1 janari i vitit 2026, ne do të kemi një pagë minimale prej 500 eurosh, po e them në euro që të mos kemi konfuzion në lidhje me të vjetra apo të reja për sa i përket monedhës, se e di që është ende një kleçk që ofron pak konfuzion. 500 euro një pagë minimale, më pas do të kemi një rritje periodike, ne presim që në vitin pasardhës, pra në vitin 2027-2028 të shkojmë drejt 600 euroshit dhe ta mbyllim mandatin ton të katërt me një pagë minimale prej më në fund të arrijë 700 euro pagë minimale. Ajo që në fakt edhe pensionistët e kanë pritur me mjaft entuziazëm është rritja direkte e pensioneve, si pensioni urban, ashtu edhe pensioni rural. Unë ma do mendja që dua të theksoj pak më tej për pensionin rural, sepse në përgjithësi ka qenë ai i cili ka qenë më pak i përkrahur gjatë kësaj periudhe. E para prej faktit sepse është më pak i dokumentuar në skemën e sigurimeve shoqërore, dhe e dyta sepse ekziston edhe një mundësi edhe institucionalizuar deri diku që punët e fshatit garantojnë disa të ardhurat tjera dhe të moshuarit në zonat rurale arrin që të bëjnë një grumbullim të ardhurave edhe nëpërmjet punëve të vogla që ata bëjnë në fshat. Mirëpo jo, sepse edhe pensionistët e fshatit kanë të njëjtat probleme shëndetësore, shkojnë tek të njëjtat barna si ata të qytetit, kështu që kjo ndarje faktikisht nuk duhet ekzistojë më, dhe mua më vjen mjaft mirë që me këtë projekt buxhet ne i sigurojmë edhe pensionistëve rural një rritje të konsiderueshme, ku në fund të mandatit nuk do të kemi asnjë pension rural i cili të jetë më pak se vlera prej 200 eurosh. Ndërkohë që për pensionin urban do të shkojmë në një mesatare 400 euro në fund të mandatit, por ju e dini që lajmi këtë herë ka qenë se do të ketë një rritje periodike çdo muaj për të arritur atje, ndërkohë që nuk preket bonusi i fundvitit, sikundër nuk preket edhe rritja që ndodh prej indeksimit të çmimeve, dhe kjo faktikisht do të jetë e përvitshme. Dua të theksoj në fakt tek pagat, sepse duhet që ta kuptojnë të gjithë ata që na dëgjojnë. Ndonse 144.000 punonjës do të jenë ata që do të preken drejt për drejt, por i thonë 144.000 familje në fakt që ndihmohen në këtë aspekt, sepse ndonse
paga minimale do t'jetë 500 euro për janarit, ne do t'kemi për herë të parë një indeksim 2 vjeçar automatik. Çfarë dua të them me këtë? Në përgjithësi, pagat janë rritur historikisht me një vendim qeverie. Pra qeveria është mbledhur, ka vendosur që të rrisi pagat dhe ajo pak ka lëvizur në shifër vetëm kur qeveria ka menduar një tjetër vendim për rritje. Këtë herë, me anë të këtij projekt buxheti, ne sigurojmë të gjithë punonjësit tanë që kjo rritje do të ndodhi automatike për shkak të indeksimit çdo 2 vite. Nuk do të ketë nevojë që të ndërhyjë qeveria në rritje, sepse ajo do të rritet gradualisht vetë si pasojë e rritjes çmimeve në treg. Këto 2 detaje lidhen shumë me njëra tjetrën. Pra, si pensionet ashtu edhe paga minimale e rritur kanë një ndikim të drejtë për drejtë tek njëra tjetra. Ju e dini që janë pikërisht sigurimet shoqërore ato që merren nga pagat e punonjësve tanë dhe furnizojnë pastaj shumë mirë skemën e pensioneve. Kjo na jep një indicie shumë të mirë për të pasur një vazhdimsi rritje të pensioneve. Dua të jem e qartë me gjithë gjyshrit që na dëgjojnë. Ata në fakt janë edhe më shumti njerëzit që na ndjekin na mbështesin, sidomos Partinë Socialiste, e kanë mbështetur gjithmonë dhe ne mezi kemi pritur këtë moment që të kemi një lajm kaq të mirë për ta. Mirë, por nuk dua që ndalen vetëm ke këto të dyja, të cilat kanë qenë të artikuluara më shumti në media. Unë kam vënë re që më pak e artikuluar ka qenë një vendim shumë i mirë në lidhje me shëndetësinë, në fakt. Jo më kot është vënë re, sidomos vitin e fundit, edhe një diskurs në televizion në lidhje me denoncime ndryshme që ndodhin specifikisht për onkologjikun, për këtë strukturë tonën shëndetësisë, e cila duhet themi dhe duhet jemi sot koshient se nuk ka qenë nga më të mira, ka pasur probleme që kanë ardhur ndoshta fillimisht për mos furnizimit shumë të mirë nga ana e buxhetit shtetit, por më pas pa diskutime dhe të një menaxhimi ndoshta jo shumë të mirë të brendshëm aty. Këtë herë do të kemi 1.5 miliard fond i cili do të jetë i dedikuar vetëm tek struktura e onkologjikut. Kjo është një shenjë shumë e mirë, jo vetëm furnizimi ekonomik për këtë institucion, por dhe vëmendje. Keni parasysh që kur bëhet kjo ndasi që në buxhetin e 2026, mesazhi është i qartë që kjo strukturë tashmë më në fund do të ketë një vëmendje absolute dhe të veçantë karshi gjithë të tjerave që në fakt do kenë edhe ato një rritje, sepse këtë herë do të kemi një fond për 4.9 miliard më shumë specifikisht për shëndetësinë në krahasim me vitin që ne lam pas. Është thuajse e njëjtë kjo rritje në fakt për të gjitha ministrit, për të gjitha fushat. Ne rendim tek 4.3 miliard më shumë se viti paraardhës edhe tek arsimi. Mbështesim dhe vazhdojmë mbështesim skema shumë të mira që na kanë rezultuar suksesshme për shpërndarjen e teksteve shkollore falas, ndërkohë që kemi mbështetur me bursë dhe me kuotë ushqimore shumë fëmijë. Këtë herë do të jenë 4.000 nxënës dhe rreth 4.000 nxënës që do të kenë bonusin që është veçma, sepse ata janë fëmijë në nevojë, ndërkohë që transport falas do të jetë për 35.000 nxënës dhe 13.500 mësues, të cilët do të kenë mundësi që falas të shkojnë në shkolla, duke qenë se infrastruktura në këto zona mund të jetë dhe pak më e vështirë dhe largësitë mund të jenë të konsiderueshme. Këto janë vetëm një bazë dhe janë vetëm disa themele që arrin të na tregojnë se ky buxhet në fakt është për të forcuar shtresën e mesme. E them këtë me një bindje të thellë, sepse kur kemi një forcim të shtresës së mesme, kemi në fakt një forcim të jashtëzakonshëm të Shqipërisë. Është pikërisht shtresa e mesme dhe kapitali njerëzor në këtë shtresë që neve na ndihmon dhe na lejon më pas që të ecim përpara dhe të zhvillojmë më shumë ekonominë drejt direktivës tonë kryesore. Shqipëria në Bashkimin Evropian. Qartë, ju e thatë dhe sektorët ku të ndërhyet më shumë, shëndetësia, arsimi, mirëqenie sociale, për pensionistët, shtresat në nevojë me rritjen e pagës minimale, por nga ana tjetër, a ka një ndarje të qartë ky projekt buxhet krahasuar me mirëqenie sociale në rritje, siç e tha diu që synon shtresën e mesme, por nga ana tjetër dhe me investimet publike që janë aq shumë dëshiruara? Patjetër dhe janë shumë të nevojshme. Për sa i përket investimeve të mëdha publike,
Patjetër që ne atje kemi një vazhdimsi të projekteve të mëdha që janë nisur në fakt edhe më herët. Kryesisht ato ndikojnë dhe kanë një, po themi, një përqasje shumë të drejtë me rrugën në Bashkimin Evropian. Unë e ceka pak dhe më herët që edhe ky projekt buxhet e ruan këtë balancë të punëve tona të vogla të brendshme dhe të punëve tona të mëdha që na duhet t'i garantojmë përpara se ne të shkojmë dhe të antarësohemi. Janë shumë rrugë të cilat po stabilizohen, urbane ose rurale, ndërkohë që korridori 8 vazhdon të ngelet një nga pikat tona kryesore të investimit. Ai na lidh në fakt me gjithë Europën. Unë jam shumë krenare që specifikisht ky projekt i madh kalon edhe në zonën që unë përfaqësoj, në Elbasan, por sidomos edhe në njësitë administrative që unë në fakt kam një kështu përfaqësim të drejtë për drejtë në kuvent, kështu që jam e lumtur që atje do të sjellë një zhvillim kjo. Kemi rehabilitim të linjës hekurudhore, më në fund edhe Shqipëria do mundet që të krenohet me linjën hekurudhore, sepse ka qenë një mungesë e madhe në transportin shqiptar deri më sot. Rehabilitohet një herë linja Durrës-Rogozhin, më pas ajo do të vazhdoj gjatë për të kaluar sërish në qarkun e Elbasanit, në Pogradec, e për ta lidhur pastaj me Maqedoninë e Veriut dhe vendet e tjera fshinja e partnerë, të cilat gjithashtu synojnë që të jemi bashkë më pas në familjen europiane. Dua të them se është një balancë shumë e mirë midis asaj që ndodh individualisht në xhepin ton si qytetar dhe më pas në atë që ndodh në komunitetin ton si pasojë e zhvillimeve të punëve të mëdha publike. Kjo balancë e bën shumë të mirë këtë projekt buxhet. Unë gjej rastin edhe nëpërmjet televizionit tuaj që t'i bëj një thirrje qytetarëve që në fakt ta shqyrtojnë projekt buxhetin, është lehtësisht e kuptueshëm, nuk ka gjuhë shumë teknike relacioni i projekt buxhetit, gjendet në faqen e kuvendit, mbi atë ne sot po shqyrtojmë dhe debatojmë edhe në komisionet tona, por mendoj që edhe për grupet e interesit dhe specifikisht për individ që janë të interesuar për të ditur më shumë, po edhe për të analizuar vetë në bazë të specifikave që kanë më shumë dëshirë të kenë vëmendje, e mira është ta aksesojnë, ta shqyrtojnë, ta shohin dhe kanë mundësi deri javën tjetër që ne do të shkojmë dhe do ta shqyrtojmë në seancë plenare, të bëjnë rekomandimet e tyre të rastit dhe me patjetër që janë në këtë fazë shumë të dëgjueshme. Ne jemi duke ushtruar gjesa publike në komisione, gjithashtu grupe të mëdha interesi, organizata apo shoqata ndryshme që kanë një interes caktuar tek buxheti, kështu që janë të ftuar të gjithë qytetarët që të bëjnë të njëjtën gjë, për mos pasur më pas kritika kur gjithçka mbaron. Dhe bëhet një histori e madhe që u mblodhën disa deputet, ngritën një karton dhe ndërkohë ne nuk morëm vesh se çfarë ndodhi. Jo, e keni mundësinë ta merrni vesh. Dhe shkoni sot, aksesojeni, shqyrtojeni dhe ejani, na kritikoni, na ndihmoni me këshilla konstruktive se si mund ta bëjmë më mirë nëse mund bëhet edhe më mirë, sepse është fiks periudha kur mund ta bëjmë këtë gjë. Nga ana tjetër është opozita parlamentare që e kritikon këtë buxhet për hirë së vërtetës. Unë ditën e djeshme kisha të ftuar zotin Dorian Teliti që e quante buxhetin klientelist dhe me efekt elektoral. Ju si përgjigjeni? Jo drejt për drejt zotit Teliti, por opozitës përgjithësi. Se është i njëjti diskurs në fakt që opozita mban me të gjithë, kështu që kam përshtypjen se opozita është shumë vonë për të bërë kritikët e këtij projekt buxheti, sepse spari duhet bëj një kritik thellësisht të detajuar ndaj vetes, ndaj mënyrës se si po operon sot, ndaj qasjes që nuk ka tek qytetarët dhe ndaj mënyrës se si po vendosin të bëjnë parlamentarizëm duke mos lejuar debatin konstruktiv. Gjua fyese, denigruese dhe një lloj kaosi i krijuar në seanca plenare nuk po na lejon që ne të bëjmë atë debat që duhet të bëjmë në seancën e parlamentit. Unë si një deputet e re dhe si një vajzë e re gjithashtu, i përkat një brezi mbas viteve 90, mbi supe nuk kam kaluar shumë në çfarë mund të kenë kaluar të tjerë në rokatat të ndryshme që Shqipëria ka pasur edhe politikisht, por një gjë e di me siguri. Shqipëria duhet dhe do të jetë në Bashkimin Evropian. Dhe e kam të sigurt që këtë qasje e kanë edhe opozita, e kanë edhe kolegët e opozitës. Mirë po mënyra se si shkohet drejt asaj nuk duhet jetë kjo që ata kanë zgjedhur të bëjnë, sepse duhet në këtë moment sidomos që dashuria për Shqipërinë dhe adhetarizmi të prevolojë në krahasim me interesin personal dhe partijak. Mua më vjen shumë keq që opozita sot vazhdon të jetë në nduart e një nongrate, i cili nuk lejon hapësira në partinë e vet pikëspari dhe nuk lejon hapësira as në seancën e parlamentit.
të gjithë kolegët, me gjithë respektin, ndoshta mund të bëjnë ndonjë përjashtim të ndonjë individi caktuar, por shumica prej kolegëve të opozitës janë në sallë vetëm për të performuar ndaj kryetarit tyre dhe jo për të performuar për atë çfarë qytetarët e kanë votuar, për të përballur me ne, me fakte, me analiza, me një debat konstruktiv, i cili në fakt nëse do të kishte ndodhur, do të na kishte bërë nder edhe ne, sepse pa diskutim që konkurenca e rrit cilësinë, qoftë në fushën e sipërmarrjes, medias, njëjtë edhe politikës. Ne do të kishim shumë dëshirë që të kishim pasur një konkurrencë shumë të mirë e shumë të shëndetshme, ndoshta edhe ky projekt ligj, cilin po shqyrtojmë sot, do kishte qenë edhe më i mirë nëse do kishte pasur një vëmendje serioze dhe një debat serioz nga ana e opozitës, duke mos ardhur në komisione me akuza shterpe, me probleme personale, me anatemime për persona të caktuar të qeverisë ose ne deputetëve. Por duke e mbajtur fokusin te kjo që në fakt i vlen shumë shqiptarëve, do të kishte qenë shumë më mirë. Mirë, po kjo është zgjedhje personale, kjo është zgjedhje që ata kanë vendosur të bëjnë. Kjo është dhe arsyeja sepse ne mandatohemi për herë të katërt e nuk e di dhe sa të tjera, sepse e kanë humbur busullën për momentin dhe nuk po arrin ta kuptojnë që kjo busullë e humbur po shkakton probleme në fakt për ata vetë pikëspari, por edhe për shoqërinë shqiptare që e ka të nevojshme një opozitë të mirë.